Një nga pasionet më të mëdha të njeriut është radioja. Mund të jesh duke ngar biçikletën, makinën, apo duke e darkuar i vetëm në shtëpi, radioja është aty të bëjë shoqëri. 13 shkurti shënon ditën botërore të kësaj pajisje të veçantë, e cila ka shoqëruar njerëzimin deri në ditët e sotme në vitet më të vështira. Ashtu si në të gjitha fushat e jetës, Shkodra është një nga të parat që i ka kushtuar rëndësi radios. Familja e njohur Jubani është ajo që ka lidhet më të forta me këtë pajisje. Pikërisht Mati Jubani ka qenë një nga themeluesit e Radio Shkodrës, ndërsa Viktori përcjell me fanatizëm kujtimet e familjes. Ne si familje jemi të lidhur me emrin radio, sepse agja im Mati Jubani ka qenë një ndër themeluesit e Radio Shkodrës. Edhe baba im ka punu me vllazën Pranushi. Vllazën Pranushi kanë pas ekskluziven për me shit radion qytetin e Shkodrës. Dhe kanë tregtu radio Telefunken të markës, pra Telefunken, Fonola, Philips, dhe përveç kësaj kanë pas edhe një laborator ku mirëmaheshin dhe goditeshin këto radio që shiteshin. Viktor Jubani aktualisht posedon mbi 20 ekzemplar radioje që datojnë nga fillimit e viteve 30, ndërsa shprehet se pasioni i tij për koleksionimin e radiove nisi në fillimit e demokracisë. Kam pas një pasion gjithmonë për radion. Unë kam pas, fillimisht e kam nisë për një pasioni që kam pas me grumbullu radio edhe u mora me to. Besoj në vitet 50 është ba festivali i parë i Sanremos. Maj mend që gjithë familja më lidhësht e radio me ndëgju festivalin e Sanremos. Dhe maj mend edhe këngën fituese. Me qenë që kam pas edhe qik talent për muzikë, maj me që kam pas mësu në përmjet radios, këngën fituese, të janë 2-3 herë, pëse kënote një këngëtari 2, përsëritesh nata parë, nata 2, dhe ma në të kodë disa herë me një. Ishte shkurti i vitit 1945, i cili shënoi vitin e fillimit të transmetimeve të Radio Shkodrës. UNESCO ka shpallur 13 shkurtin për të promovuar radion si media dhe të gjitha mundësitë që ajo ofron. Kjo ditë është zgjedhur pasi në vitin 1946, Radio e Kombeve të Bashkuara ka emërtuar programin e parë. Derisa radio vazhdon të zhvillohet edhe në epokën digjitale, mbetet e vetmja që arrin audiencën më të gjerë në mbar botën.